Këto janë pamjet e fundit të Partizanit në kategorinë superiore, që prej asaj ndeshje të humbur 1-0 me Kastrioti në play-offin e qershorit 2008, skuadra më e famshme shqiptare është larguar nga pjesa e rëndësishme e futbollit për të prekur tashmë fundin. Epoka e artë e para viteve 90 është harruar. Partizani, që deri disa vite më parë ka qenë ndrimtimi shqiptar me futbollistët më të mirë të vendit, tani endet në fundin e tabelës së renditjes, në kategorinë e parë, i refuzuar nga futbollistët, i papërkrahur, në vështirësi ekonomike dhe në rrezik serioz për të përfunduar akoma më poshtë. Klubi që përfaqëson tifozërinë më të madhe në vend mund të quhet fare mirë një pasuri kombëtare për ato çka ofruar për vite me radhë, por tani nuk i ka mbetur veç tema dhe emri. Pa një seli, pa ambientet minimale për stërvitjen e skuadrës, me një akademi të shkatruar, pa financa dhe thuajse pa president, skuadra që për vite me radhë ishte krenaria e Shqipërisë, tani lufton për mbijetesë. Ekipi i njohur, 15 herë kampion i Shqipërisë, ka patur në gjirin e vet futbollistët më të famshëm shqiptar, që nga Pano e deri tek më të rinjt, Musta, Murati, Sheu, por dhe shumë të tjerë pas tyre. Në kujtesën e tifozërisë së ekipit të Partizanit në 10 vitet e fundit është fiksuar Kupa e Shqipërisë e fituar në 2004 dhe finale e kampionatit e humbur në 2007 me Dinamo. Më tej, ekipi legjend ka shënuar vetëm dështimen, duke rrezikuar tani dhe shpërbërje. Sot Partizani nuk i mungon vetëm tifozëve të kuq, Partizani i mungon futbollit shqiptar.